Generali shqiptar I viteve 30 që përdori zbulimin ajror shumë përpara epokës së dronëve Muharrem Bayraktari. Në vitet 30, në një Europë që shihte vetëm hijet e luftrave që po afroheshin, Shqipëria kishte një nga komandantët më të veçantë të kohës. General Muharrem Bayraktari. Bayraktari ishte I famshëm për aftësinë e tij të pabesueshme për të parë betejën nga lart, edhe kur bota ende nuk e njihte konceptin e dronëve. Ai përdorte pika të fshehta vrojtimin e maja malore, rrjete informatorësh në lartësi ekstreme dhe sinjale të koduara që jepnin atij avantazhin e një syri ajror pa pasur avion, kamera apo pajisje moderne. Oficerët e huaj që e studiuan në atë kohë thoshin: Bayraktari shikon larg. Ai e di lëvizjen e armikut përpara se armiku të mendojë të lëviz. Në vitin 1933, ai zgjodhi disa nga trimat më të besuar, I ngjiti në pika ku askush tjetër nuk guxonte të shkonte, dhe krijoi atë që më vonë u quajt nga studiuesit sistemi ajror toksor I vëzhgimit, një metodë që simulonte pamjen ajrore duke përdorur terrenin e egër shqiptar. Këto taktika I dha një avantazh të jashtëzakonshëm gjatë përplasjes me forcat osmane dhe më vonë me pushtuesit e rinj të Ballkanit. Informacioni që sillnin vëzhguesit e tij ishte kaq I saktë, sa disa raporte ushtarake franceze e krahasuan me teknologjitë e ardhshme të survejimit. Dhe ironi I historisë, dekada më vonë, ushtritë e mëdha të botës do të përdornin dron për të bërë pikërisht atë që Bayraktari e bënte me malet, njerëzit dhe sytë e tij të mprerë. Sot ekspertët e luftës guerile e quajnë pararendësi I zbulimit modern. Një general shqiptar që në vitet 30 mendoi si një shekull përpara kohës së tij.